Natyrisht që po, unë vlerësoj që siç e ndjej edhe kushtetuta dhe gjykimet e gjykatës kushtetuese është detyrë dhe përgjegjësia e gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta jetësojnë vullnetin politik të qytetarëve të shprehur në zgjedhje dhe të konsojnë Kuvendin përkatësisht ta zgjedhin kryetarin dhe nënkryetaret, por natyrisht proporcionalisht me peshën që kanë në Kuvend, me numrat, natyrisht është edhe përgjegjësia. Në këtë drejtim, shpeshher ndoshta abuzohet edhe me vendimet e gjykatës, sepse interpretohen ndarazi, merren shkoqiten pikat të cilat ndonjëherë ju konvenojnë qoftë taborit njërit ose taborit tjetër. Në këtë drejtim, natyrisht fokusi i gjykimit edhe çështja e çështjes në vitin 2014 ka qenë se çka nënkupton grup më i madh parlamentar dhe këtë e ka sqaruar në mënyrë jashtëzakonisht të mirë gjykata kushtetuese. Por, natyrisht, e drejta nuk do të duhej me u nënkuptu si një e drejtë e pafundme dhe mundësi për me abuzu. Por fakti që edhe kushtimisht me thonë taborit tjetër, me sa vrejet nuk i ka numrat për me ardhur deri te mundësia e sfidimit të le të themi këtij standardi, prandaj vlerësoj që e ka shkaktuar në masë konsiderueshme këtë blokad për faktin se po vrehet qartë që subjekti politik i dalur i pari në zgjedhje nuk e ka numrin e mjaftueshëm të vota për ta proceduar tutje, domethënë zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetaritëve të Kuvendit dhe po përpiqet të bëjë, domethënë makinacione të tilla që s'paku me hudh barrën e përgjegjësisë tek të tjerët, cilët natyrisht që kjo tashmë është një trend i shprehur në sistemin ton politik, por fakti që të dyja kushtimisht taboret e kanë përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me listën serbe, në bindjen time ka shkaktuar faktin që asnjëra përkatësisht as tabori tjetër nuk ka numrat e nevojshëm, numrat e mjaftueshëm për të vazhduar me konstituimin dhe me kalu stadin tjetër procedural. Prandaj herët ose vonë duhej me ardhur deri te një diskutimi i përbashkët i subjekteve politike dhe me te kalu këtë situatë. Natyrisht, pritshmëritë janë le të themi të mëdha për sa i përket çështjes së kërkesës së aleancës për ardhmërinë e Kosovës dhe disa deputetëve të tjerë në drejtim të gjykatës kushtetuese, mirë po unë kam përshtypjen që jo domosdoshmërisht do të jetë qels i zgjidhjes së situatës, ajo mund të konstatoj eventualisht në rast se çështja e vendimarrjes varet se si e interpreton, dhe mund të konsiderohet që tentativa e subjektit më të madh politik për me ndrru procedurën e votimit, që në bindjen time natyrisht që është e paqëndrueshme një pikpamje e tillë, mirë po nënkupton që prap me u kthy në pikën fillestare, prap refleksion mungesë të numrave për shka natyrisht që duhen subjektet politike me ul, me diskutu, qoftë edhe në rast se eventualisht duhet më shku në zgjedhje, për çka natyrisht unë vlerësoj që qytetarët Kosova nuk e ka komoditetin e nevojshëm, komoditetin e mjaftueshëm që brenda kaq kohë të shkurt me shku prap në zgjedhje, sepse e para vlerësoj që indikacionet nuk janë ndryshe që mund të kemi ndonjë rezultat ndryshe nga që kemi me nuanca të vogla, për çka natyrisht që prap duhet me ardhur deri tek një sistemi ynë e njeh në thelb kompromisin. Natyrisht 2021 ka qenë në bindjen time rrethon përjashtuese, e që subjekti më i madh politik me theks veçantë zoti Kurti besoj që duhet me kuptu dhe me lexu drejt vullnetin politik të shprehur në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe me kuptu që, domethënë, është njëri nga të tjerët, domethënë i barabartë me nuanca të vogla dallimesh që i bëjnë, prandaj duhet më ul me diskutuar dhe me të kalu këtë situatë, në kundërtën potencialisht mund të kemi prap situata të tilla edhe në pas zgjedhjeve,
por është rëndësishme që edhe në rast eventualisht shkohet në zgjedhje, do të thonë duhet mu adresu barra e përgjegjësisë se kujt i takon, sepse nuk duhet dhe nuk mundet vendi të shkojë në zgjedhje dhe të vendoset në bllokada të tilla pafundësisht për shkak të tekeve, të kujdo qoftë ato. Faleminderit shumë, zotëri Miftaraj, duke dashur që të kontribuoni në këtë temë, në këtë blokad, disa organizata shoqërisë civile, përfshi dhe ju si IKD, keni takuar disa nga krerët e partive politike. Kush ju ka pritur dhe si keni kaluar këto takime? Ka pas ndonjë lëvizje që ndoshta mund të jep shpresë që mund të dilet nga kjo situatë? Po, do të thotë një grup organizatave qeveritare, kryesisht do të thotë prej afërsisht 60 organizatave qeveritare që në mënyrë po bëjnë përpjekje që brenda rolit të shoqërisë civile të luajnë një rol që i parafron sadopak qëndrimet mes gjitha partive politike për të ardhur deri te një zgjidhje që besoj është kërkesë e gjithë qytetarëve të Kosovës, do të thotë në radhë parë konstruimin e kuvendit dhe formimin e institucioneve. Për të ftesa është dërguar gjitha partive politike, deri më tani pozitivisht janë përgjigjur Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Armiqsinë e Kosovës dhe Nisma. Jemi në pritje përgjigjes nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje dhe kryesisht në këto takime, siç e thash, janë disa kërkesa nga këto organizata qeveritare, siç janë fakte do të thotë si mund të ndalin nga vetvetja partitë politike në mënyrë që të gjejnë një kompromis, të gjejnë zgjidhje politike, e cila do të vende deri te konstruimi i kuvendit të Republikës Kosovës. Ne e dimë që fatkeqësisht gjitha partitë politike, si të themi deri më tani, janë cimentuar në qëndrimet e tyre. Ne e kuptojmë që partia që ka fituar zgjedhjet dhe që i ka 48 deputet e ka përgjegjësinë më të madhe që të gjejë një zgjidhje e cila do të ishte pranueshme edhe për ata, por edhe besoj për partitë opozitare, në mënyrë që të dalim me një kandidat, i cili kandidat pastaj do të mund të merrte së paku 61 vota për të konstruar kuvendin. Fatkeqësisht partia në pushtet nuk ka këtë vullnet politik në mënyrë dhe po vazhdojnë me mënyrën e njëjtë, po vazhdojnë me kandidaturën e njëjtë. E tharë thoni më herët, është Partia Demokratike e Kosovës, është Aleanca për Armiqsinë e Kosovës që kanë propozuar, si të themi, nga 48 deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje për jashtë ata që kanë qenë në qeveri, secili kandidat tjetër mund të jetë i pranueshëm për të zgjidhur ose për të kandiduar për kryeparlamentar për të marrur votat e nevojshme. Fatkeqësisht Lëvizja Vetëvendosje në mënyrë nuk është se po e pranon këtë zgjidhje dhe kemi marrë në situatë ku do thotë për 29 herë, siç tha edhe më herët, do thotë po dështon në mënyrë konstruimi i kuvendit. Tash unë besoj që partitë politike, po me theks veçantë partia që ka fituar më së shumti deputet vota në zgjedhjet e fundit, duhet të i kalojnë qoftë egot personale, qoftë egot partijake. Duhet të vënë peshore interesat e Republikës së Kosovës, interesat strategjike të Republikës së Kosovës në raport me interesat partijake apo personale.